All right. Praise the Lord. Lavdi Zotin. All right, let's take our Bibles this morning. Le të marrim Biblat Let's go to the book of Proverbs, chapter number 3. te libri i fjalëve të urta, kapitulli 3. Amen. Proverbs chapter 3. And we have some folks in here this morning. Dhe kemi disa mysafir këtu And I saw you taking a Bible. dhe shumë mirë bëhet që morët një Bibël Some guests in here this morning that are taking Bibles. dhe disa mysafir që marrin Bibla. You make sure that we get you a Bible before you leave today. Siguroni që të merrni një Bibël përpara se të dilni. We are thankful for the Word of God. Dhe jemi falenderues për fjalën e Zotit And the Lord has blessed this nation recently dhe Zoti e ka bekuar të kom herët with a pure translation. me një përkthim të pastër. And the translation that you had before Dhe përkthimi që kishim më përpara was more of an interpretation than it was a translation. ishte më shumë si një interpretim dhe jo një përkthim, And it was done in a hurry dhe u bë me shpejtësi, because it was a necessity for your people to have the Word of God. sepse ishte një domosdoshmëri që këta njerëz të kishin fjalën e Zotit. Now, these Bibles up here in the front Dhe këto Biblat që janë këtu are a very pure translation janë një përkthim shumë i pastër and of God's Word. dhe të fjalës së Zotit. I'm very thankful for what God has done. Dhe shumë falenderues për të që ka bërë Zoti. So please do not leave here today without me getting you a Bible. Kështu që ju lutem mos dilni nga këtu pa marrë një Bibël. Everybody needs the Word of God. Dhe të tërë ju duhet fjala e Zotit. All right. Proverbs chapter number 3. Fjalët e urta, kapitulli 3. And this is a familiar text to probably most Christians. Dhe ky është një shkrim i ngjashëm për shumë të krishterë. The Lord spoke to my heart this week out of these verses. Zoti I foli zemrës time për këto fjalë. And this message is more of a devotion than it is a preaching message. Dhe ky mesazh është më shumë si një përkushtim se sa një mesazh predikues. But I pray it helped you as much as it helped me. Por lutem që t'ju ndihmoj juve aq shumë sa që më ndihmoj mua. All right. Proverbs chapter number 3. Fjalët e urta kapitulli 3 And we'll start in verse number 1. dhe do fillojmë te vargu I parë And we'll read to verse 8. dhe deri tek vargu I 8. You go ahead. Biri im, mos e haro ligjin tim, por zemra jote t'i ruaj urdhërimet e mia, se ato kanë për të shtuar ditë të gjata, jetëgjatësi dhe paqe. Mëshira dhe e vërteta mos të braktisin, lidhi rreth qafës sate, shkruaj mbi pllakun e zemrës sate, se kështu ke për të gjetur hire mirëkuptim në sytë e Perëndisë dhe të njeriut. Ki besim në Zotin me gjithë zemër dhe mos u mbështet në të kuptuarit tënd. Në të gjitha udhët e tua konsideroje atë dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos I urtë në sytë e tu, ki frikë Zotin dhe largo nga e keqja. Kjo do të jetë shëndet për kërthizën tënde dhe palës për kockat e tua. Amen. I love the book of Proverbs. Dhe unë dua shumë librin e fjalëve të urta And we live in a time right now in our lives dhe jetojmë në një kohë në jetën tonë where we can watch people of all ages today, ku ne mund të shikojmë njerëz të tëra moshave and they despise authority. dhe ata e urrejnë autoritetin. The world says that a child that obeys their parents is oppressed. Dhe bota thot që një fëmijë që I bindet prindërve të tyre është I shkelur. The world says that when a believer Dhe bota thot që kur një besimtar bows their knees to pray to God, ul gjunjët e tyre që të luten Zotit, they are called weak. ata quhen të dobët. A person who submits their will by faith to God, Një njeri që e jep vullnetin e tyre me besim tek Zoti, to take His wisdom and not their own, që të marrin mençurinë e tij dhe jo të tyre, is called foolish. quhen budallënj. But when we look at our text this morning, Por kur shikojmë shkrimet tona këtë mëngjes, we find that God's word is not some chain that we wear. ne zbulojmë që fjala e Zotit nuk është një zinxhir që ne veshim, It's freedom. por është liri. It's not some locked door that keeps us in, Dhe nuk është një derë e kyçur që na mban brenda, but it's a key. por është një çelës. And it's a key that unlocks length of days in our life. Dhe është një çelës që na jep ditët e gjata në jetën tonë It unlocks good favor with God and all people. dhe na jep një mirësi me Zotin dhe me njerëzit. And it unlocks guidance on every road of our lives. Edhe ajo të çliron një drejtim në çdo udhë të jetës tonë. And it's a key that holds us all together. Dhe është një çelës që na mban të gjithëve së bashku. And this morning in our text there are 4 promises. Dhe këtë
mëngjes në shkrimet tona ka 4 premtime and 4 rewards dhe 4 shpërblime that we can read about here this morning. që mund të lexojmë këtu mëngjes. These rewards are rewards in wisdom. Këto shpërblime janë shpërblime në urtësi And every Christian that's here this morning dhe çdo krishter që ndodhet këtu mëngjes should take the Lord's wisdom duhet të marrë urtësinë e Zotit because of these rewards. për shkak të tyre shpërblimeve. The first reward that we see Shpërblimi i parë që shikojmë is the reward of life. është shpërblimi i jetës. Let's read verses 1 and 2 again. Të lexojmë vargun e parë dhe të dytë përsëri. The Bible says, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Biri im, mos e haro ligjin tim, por zemra jote t'i ruaj urdhërimet e mia, se ato kanë për të shtuar ditë të gjata, jetë gjatësi dhe paqe. And so when I read this verse again, Kështu që kur unë e lexoj këtë varg përsëri, there's one word that really stands out to me, është një fjalë që me të vërtetë qëndron jashtë për mua. and that is the word forget. Dhe kjo është fjala haro. Solomon, who's the writer of Proverbs here, Solomoni, I cili është autori I fjalëve të urta he këtu, says, do not forget. ai thot mos e haro. Now that word forget, it means to lay down Tani kjo fjala haro është që ta hedhësh poshtë and just not pay attention to. dhe thjesht ta injorosh. And it means to avoid having the knowledge of. Edhe do të thot që të anashkalosh, që të kesh atë dituri. Forgetfulness Dhe harimi is a weakness of the flesh. është një dobësi e mishit. I thank God this morning that we have a God that forgets nothing. Dhe falenderoj Zotin këtu mëngjes që kemi një Zot që nuk haron asgjë. There are things that God says that He chooses not to remember, Dhe ka gjëra që Zoti thot që ai zgjedh vetë mos t'i kujtoj, but that shows His power. por kjo tregon fuqinë e tij. The Bible says that He chose not to remember my sin, Dhe Bibla thot që ai zgjedh që mos të kujtoj mëkatet tona. and I thank God for that. Dhe falenderoj Zotin për këtë. He did not forget it, Ai nuk e haroi, but by His own power He chooses not to remember it. por nëpërmjet fuqisë së tij ai zgjedh që mos ta kujtoj më. God forgets nothing. Dhe Zoti nuk haron asgjë. His wisdom is infinite, Dhe urtësia e tij është e pafundshme, but our flesh is weak. por mishi jon është I dobët. And this forgetting is a weakness of the flesh. Dhe kjo harimi është një dobësi e mishit ton. And so this first part is a warning. Kështu që kjo pjesa e parë është I paralajmërim. It says, don't forget. Thot mos e haro. Don't let the word of the Lord drift out of your sight. Mos e li fjalën e Zotit që të ikë jashtë syve të tu. That's why I said what I said about the Bible a few minutes ago. Dhe ja pse thash atë gjë që thash për Biblat përpara disa minutash. Everybody needs a Bible. Të tërve ju duhet një Bibël. Don't let it drift out of your sight. Dhe mos e lini Biblën që të ikë jashtë syve të tu. Don't let it leave your mind or your heart. Dhe mos e lini që të largohet nga mendja ose zemra juaj. The second part in our verses here Dhe pjesa e dytë të vargu jon says to let your heart keep. thot por lëre që zemra jote t'i ruaj. He doesn't say let your hands keep, Ai nuk thot që ta mbaj dora jote, but let your heart keep. por lëre që zemra jote t'i ruaj. The heart is the place of the will of man. Dhe zemra është vendi ku ndodhet vullneti I njeriu. It is where we have our emotions and our desires. Dhe është vendi ku mbajmë emocionin dhe dëshirën. It's where we keep all things that we care about. Dhe mbajmë të tëra gjërat për të cilat ne merakosemi. We need this word to be a root all the way down to our soul. Dhe kjo fjala duhet të jetë një rrënjë deri në shpirtin ton. Let it become a part of what we are from the center. Lëreni të bëhet pjesë e asaj që jemi që na qëndra. And let's obey what God says. Dhe let t'i bindemi asaj që thot Zoti. Obedience to God Dhe bindja drejt Zotit is not something we have to force ourselves to do if it's in the center of us. nuk është diçka që duhet të detyrojmë veten që ta bëjmë nëse është në qendrën tonë, It will just naturally flow out of us por thjesht duhet të bëhet natyralisht dhe të rrjedhë. if we continue to put His word inside. Nëse vazhdojmë të fusim fjalën e tij brenda nesh. You have to watch these blessings. Dhe duhet që të shikoni këto bekimet. There's 3 of them in this first part. Ka 3 bekime në pjesën e parë. He says length of days, long life, and peace. Ai thot ditë të gjata, jetë gjatësi dhe paqe. Now you see the first 2 things that the Bible mentions here. Tani shikoni 2 gjërat e para që përmend Bibla. Seem length of days and long life.
Ditët e gjata dhe jetë gjatësia. They seem like the same thing, Ato duken sikur janë njësoj, but they paint two different pictures. por ato kanë dy portrete të ndryshme. One of them does not mean the quantity, the amount of life, Njëra prej tyre nuk ka të bëjë me shumën e jetës, but it talks of the quality of life. por flet për cilësinë e jetës. And then the other speaks of your days being full. Dhe tjetra flet për ditët e tua që të jenë të plota. They will be complete. Ato do të jenë të përfunduara. You ever spend a day and it seems like a long day? A keni kaluar ndonjë ditë e i duket sikur ajo dita është shumë e gjatë. It seems like you accomplished nothing. Dhe duket sikur ju keni arritur asnjë gjë. It seems like nothing really mattered or made sense. Edhe duket sikur asnjë gjë nuk kishte kuptim. And that is called a long day. Dhe kjo quhet një ditë e gjatë. But see, this is what the Bible is talking about here. Por për këtë po flet Bibla këtu, To have length of days with the Lord. që të kesh ditë të gjata me Zotin, Days that seem like they never end. ditë që duken sikur nuk do mbarojnë asnjëherë, Full days full of quality. ditë të plota me cilësi. Many people misinterpret this text. Dhe shumë njerëz nuk e interpretojnë mirë këto shkrime And they say those that keep the word of the Lord dhe thonë që ata që mbajnë fjalën e Zotit will live longer than anyone here on earth. do jetojnë më gjatë se të tjerët në tokë. That's not necessarily true. Kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë, It speaks of the quality and the fullness of life rather than the amount. por flet për cilësinë edhe plotësimin e jetës edhe jo për shumimin e jetës. Now, I thank God that I have eternal life Tani falenderoj Zotin që kam jetën e përjetshme, because I've trusted in Jesus Christ as my Savior. sepse besova tek Jezu Krishtin si shpëtimtarin tim. I'm going to die one day, Dhe unë do vdes një ditë, but then I'm going to live forever. por do të jetoj për gjithmonë. And I thank God for that. Dhe falenderoj Zotin për të. But I thank God for a full life that we can live in Christ and with His Word Por falenderoj Zotin për një ditë të plotë që unë mund të ta jetoj me Jezu Krishtin right here in our days here on earth. këtu në ditët tona në tokë. The third blessing that I see here is peace. Dhe bekimi i tretë që shohim është paqja. There's not a person in here this morning Nuk ka asnjë njeri këtu that has not prayed for peace in their life. që nuk janë lutur për paqe në jetën e tyre. I had some people tell me a week ago, Dhe kisha disa njerëz që më thanë një javë më përpara, Pastor, can you please pray for me? pastor, a mund të lutesh për mua? I need some peace in my life. Më duhet paqe në jetën time. Well, this morning I've just showed you the key Por këtë mëngjes unë ju tregoj çelësi of how you can have peace in your life. si ju mund të gjeni paqe në jetë. It comes from keeping the Word of God. Dhe vjen nëpërmjet mbajtjes së fjalës së Zotit. And that word keep Dhe kjo fjala ruaj means to do, do të thotë që të bësh, to hold so close that it's impossible to forget. që ta mbash aq afër sa që është e pamundur që ta harosh. You know it's hard to forget the Word of God Dhe e di që është e vështirë të harosh fjalën e Zotit when you walk around each day like this. kur ti ecën çdo ditë me librin në fytyrë. It's hard to forget that. Është shumë e vështirë të harosh ta ashtu. That word hold means to obey. Dhe kjo fjala të ruash do të thotë që të bindesh. And the Lord promises here that the one who keeps His Word Dhe Zoti premton këtu që ai që e ruan urdhërimin e tij will have life that is long do të ketë jetë gjatësi, and full edhe të plot, and will have rest and peace. edhe do të ketë paqe. The godly life is not just more righteousness. Dhe jeta e perëndishme nuk është thjesht më shumë drejtësi, It's more livable por është edhe më e jetueshme, because every commandment of the Word of God sepse çdo urdhërim i fjalës së Zotit has a physical and emotional and relational blessing ka një bekim fizik, emocional edhe të lidhshëm that is attached to it. që i lidhet asaj. And it comes through keeping the Word of God. Edhe vin nëpërmjet mbajtjes së fjalës së And Zotit. when you keep the Word of God, you'll become more righteous. Dhe kur e ruan fjalën e Zotit, ti bëhesh më i drejtë. So let me ask you a question this morning. Kështu që le t'ju bëj një pyetje këtë mëngjes. Have you buried this Word so deep in your heart A e keni vënë këtë fjalë aq thellë në zemrën tuaj that the decisions that need to be made që zgjedhjet që duhet të bëhen come directly from the Word of God? vinë në drejt për drejt nga fjala e Zotit? Or do they flow out of the abundance of your emotions and your feelings? Apo rrjedhin nga tepërsia e emocioneve tuaj? I want these blessings that God promises. Unë dua këto bekime që premton Zoti. The next reward we see this morning Edhe shpërblimi tjetër që shikojmë is the reward of favor. është shpërblimi i hirit. All right, let's read verses 3 and 4 again. Le të lexojmë vargjet 3 dhe 4. The Bible says, "Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck and write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man."
Mëshira dhe e vërteta mos të braktisin. Lidhi rreth qafës sate, shkruaj mi pllakën e zemrës sate, se kështu ke për të gjetur hire mirë kuptim në sytë e Perëndis dhe të njeriut. Now, here we're given two qualities of character. Tani këtu na jepen dy cilësi të karakterit. These are mercy and truth. Këto janë mëshira dhe e vërteta. Now, listen closely. Tani dëgjoni me kujdes. These two qualities Këto dy cilësi are the foundation of every good relationship we have in life. janë themelimi I çdo marrëdhënieje të mirë që kemi në jetë. Now, this is convicting to me this morning. Tani kjo është ndërgjegjëse për mua këtë mëngjes. These two qualities, when they stand together, Këto dy cilësi kur qëndrojnë së bashku, it builds every relationship that we have ndërtojnë çdo marrëdhënie që kemi in the way that God would want it. në mënyrën që do Zoti. Relationships between parents and children, Marrëdhënie midis prindrit dhe fëmijës, husbands and wives, dhe burrave dhe grave, you and your boss, ju edhe shefi juaj and the pastor and the congregation. dhe pastori me pjesën e kishës. Every relationship that you can think of. Dhe çdo marrëdhënie që mund të mendosh, Let me show you this. le të t'ju tregoj këtë. Mercy Mëshira shows us how we should respond na tregon si ne duhet të përgjigjemi when we watch others fall and fail. kur ne shikojmë të tjerët që bien edhe dështojnë. Someone who is merciful Dikush që është I mëshirshëm is not someone who immediately says, I told you that you would fall. nuk është dikush që menjëherë thotë të thash që do biesh. A person who is merciful Një njeri që është I mëshirshëm does not hold a bunch of bitterness in their hearts nuk mban atë I dhërim në zemrën e tyre and complaints about someone edhe pastaj ankohet për dikë. and then just pour it on them when something goes wrong. Dhe pastaj u hedh atyre fajin kur diçka shkon gabim. They extend mercy. Por ata e zgjasin mëshirën They give room for repentance. dhe japin një hapësirë për pendim. They respond to failure with compassion. Dhe ata I përgjigjen dështimit me dëmshuri. But just because a person is merciful, Por vetëm për shkak sepse një njeri është I mëshirshëm, it should not be mistaken as weakness. nuk duhet të ngatrohet me dobësinë. Because a lot of people say that when they see someone merciful, Sepse shumë njerëz thonë që kur shikojnë dikë që është I they mëshirshëm, say, oh, they're a weak person. ata thonë që është një njeri I dobët. But you see, that's where truth comes in. Por këtu vjen e vërteta. Truth is the quality that someone has E vërteta është cilësia që dikush ka, that is consistent që është e vazhdueshme and is full of integrity. dhe është plot me integritet. The truthful person Dhe një njeri I vërtet, does not promise what he cannot deliver. ai nuk premton atë gjë që nuk mund të ta japë. They do not use words, Ata nuk përdorin fjalët and especially the word of God, in a manipulative way. dhe edhe specifikisht fjalën e Zotit në një mënyrë manipuluese. He speaks of what is real, Ai flet për atë që është e vërtet, even when it costs them something. edhe kur atyre ju kushton e vërteta diçka. Be patient with me, I'm going somewhere with Dhe this. të jeni I duruar me mua se do shkoj diku me këtë. He speaks what is real, even if it hurts someone's feelings. Ai flet për atë gjë që është e vërtet edhe nëse tjetrit I lëndon ndjenjat. And the person that has these two qualities in their life Edhe ai njeri që ka këto dy cilësi në jetën e tyre mirrors the very heart of God. është si pasqyrë e zemrës së Zotit. The Bible says in John chapter number 1, Dhe Bibla thotë te Gjoni 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. dhe fjala u bë mish dhe banoi mes nesh, dhe ne kundruam lavdinë e Tij, lavdinë si e të vetëmlindurit të Atit, Now, përplot me hire të vërtet. the Bible says that God had mercy on us Bibla thotë që ai kishte mëshirë mbi ne, because while we were sinners, sepse kur ne ishim mëkatar, He died for us. ai vdiq për ne. Do you know what the word mercy means? Dhe dini se çfarë do të thotë fjala mëshirë? It literally means not receiving what we do deserve. Do të thotë që mos të marrim atë që ne meritojmë. As sinners this morning, Dhe si mëkatar këtë mëngjes, and we're all born sinners. dhe të tërë jemi lindur mëkatar, As sinners, we deserve a place called hell. si mëkatar meritojmë atë vendin që quhet ferr. But Christ had mercy on us and died for us. Por Krishti kishte mëshirë mbi ne dhe vdiq për ne. And grace, Edhe hiri it means getting something that we do not deserve. do të thotë që të marrësh diçka që nuk meriton. Christ died for us
us so we could have eternal life, Dhe Krishti vdiq për ne që ne mund të kishim jetën e përjetshme, which is something we did not deserve. që ishte diçka që s'meritonim. Christ is full of mercy and grace. Dhe Krishti është plot me hir dhe me të vërtet. But the Bible says also here that he is full of truth Por gjithashtu Bibla thot që është me të vërtet, because he's the living word of God. sepse është fjala e gjallë e Zotit. That's why the beginning of this verse says, and the word was made flesh. Dhe ja pse në fillim të vargut thuhet që fjala u bë mish. He's that living word. Ai është ajo fjala e gjallë. And when we walk in mercy and grace and in truth, Dhe kur ecim në mëshirë, në hir dhe në të vërtet, we mirror the heart of God. ne portretizojmë zemrën e Zotit. Now watch this closely. Dhe shikoni këtë me kujdes. If we have a life full of mercy and truth, Nëse kemi një jetë plot me mëshirë dhe me të vërtet, we will find favor and good understanding in the sight of God and people. ne do të gjejmë hir e mirë kuptim në sytë e Perëndisë dhe në sytë e njerëzve. These qualities in your life Dhe këto cilësi në jetën tuaj will not go unnoticed. nuk do të ikin të papara. When someone is arrogant, Kur dikush është arrogant, it does not earn loyalty. nuk I jep atij besnikërinë. When someone is dishonest, Dhe kur dikush është jo I sinqert, it does not build trust. nuk ndërton besim. But the child of God who is genuinely merciful and full of truth, Por fëmia e Perëndisë që është me mëshirë dhe plot me të vërtet, it builds something that is almost impossible to destroy. ndërton diçka që është e pamundur ta shkatrosh. And that is a reputation with people and God. Dhe kjo është një reputacion me njerëzit dhe me Perëndin. And that reputation opens doors. Dhe ky reputacion hap dyer It influences people. dhe ka një influencë mbi njerëzit It convinces people. dhe I bind njerëzit And it extends farther than they can reach themselves. dhe zgjatet më shumë se ç'mund të arrin vet ata. Can anybody in here this morning admit Edhe dikush këtu a mund të pranoj that the world needs people that are more full of mercy and truth? që bota I duhet njerëzve që janë me mëshirë dhe me të vërtetë. Let's put it this way. Le të ta vëmë në këtë mënyrë. If the people that you know the most, Nëse njerëzit që ti njeh më shumë, your husband, your wife, or your children, buri jot, gruaja jote ose fëmijët e tu, the people that you work with, or maybe even your neighbors, me njerëzit që ti punon ose ndoshta komshiu juaj, if someone asks them to describe how you handle failure, nëse dikush I pyet ata që të përshkruajnë se si ti përballesh me dështimin, and if you can truly be trusted when you speak or act, ose ti me të vërtet mund të besohesh nëse flet ose vepron, what would they say about you? çfarë do të thoshin ata për ju? God promises a reward of favor Dhe Zoti premton një shpërblim me hir to the person who has mercy and truth in their lives. për njeriu që ka mëshirë dhe të vërtet në jetën e tyre. But is there evidence of that in our lives? Por a ka prova për këtë në jetën tonë? The third reward, Edhe shpërblimi I tretë, the reward of direction, shpërblimi I drejtimit. verses 5 and 6. Vargjet 5 dhe 6. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Ki besim në Zotin me gjithë zemër dhe mos u mbështet në të kuptuarit tënd. Në të gjitha odhët e tua konsideroje atë dhe ai do t'i drejtojë shtigjet e tua. Two verses Dhe dy vargje that are probably two of the most quoted verses in all the Word of God. që janë dy vargjet më të cituara në fjalën e Zotit. But the reason is Por arsyeja për këtë është because these two verses alone sepse këto dy vargje vetëm can cut to the biggest question every person has in their life. mund të presi pyetjen më të madhe që ka dikush në jetën e tyre. And here's the question. Dhe ja ku është pyetja. When it comes to a split in your life, a split in the road, Kur vin në një ndarje rrugësh në jetën tuaj, who do you trust? kë beson ti? The Bible says here to trust the Lord with all your understanding Bibla thot që të besosh Zotin me gjithë zemër, and all your heart. Yeah, and all me your heart. gjithë kuptuarit tënd dhe me gjithë zemër. You cannot trust the Lord with all of your heart Ti nuk mund të besosh Zotin me zemrën and lean on your own understanding. dhe pastaj të mbështetesh tek I kuptuari jot. It's impossible. Është e pamundur. These things run in two different directions. Dhe këto gjëra shkojnë në dy drejtime të ndryshme. You must choose the way that you will go. Dhe ti duhet të zgjedhësh atë drejtim që do të ndjekësh. Is it your trust in the Lord A është besimi juaj në Zot or is it in your own understanding? apo është besimi në të kuptuarin tuaj? Now, there will be times that your direction Tani ka kohë kur drejtimi juaj and God's direction line up together. dhe drejtimi I Zotit janë në përputhje me njëri tjetrin. Thank God for that. Dhe faleminderit Zotit për këtë. But it's not because of your own understanding. Por nuk ndodh për shkak të kuptuarit tuaj, It's because you gained some understanding from the Lord somewhere along the way. por për shkak sepse ti more të
të kuptuarit nga Zoti gjatë rrugës. There are times when God's direction will make no sense to our minds. Dhe ka kohë kur drejtimi I Zotit nuk ka kuptim për mendjen tonë. There are times when obedience looks like it will cost too much. Dhe ka kohë kur bindja duket sikur do ketë një kosto shumë të madhe. When a step of faith looks foolish. Edhe kur një hap besimi duket si një gjë torollak. Or when the path of God looks like it's pointing to somewhere impossible. Apo kur drejtimi I Zotit duket sikur po na drejton në një udhë të pamundur. And that's what this verse is given for. Dhe për këtë jepet ky varg. In those times we should not lean on our own understanding, Në ato kohë ne nuk duhet të mbështetemi te I kuptuari jon, but we should lean on the Lord's understanding. por duhet të mbështetemi te I kuptuari I Zotit. But sadly, most people Por shumë njerëz will always lean on their own understanding in these times in their lives. gjithmonë do të mbështeten te I kuptuari I tyre në këto kohë të jetës. And they will miss what God has prepared for them. Dhe ata nuk do të kapin atë që Zoti ka përgatitur për ata. Notice here, Dhe shikoni këtu, he says, in all your ways acknowledge him. ai thot në të gjitha udhët e tua konsideroje atë. That's not only in the big decisions. Tani kjo nuk flet vetëm për zgjedhjet e mëdha, That's not only in the big problems or the big things happening in your life. dhe kjo nuk është thjesht për gjërat ose problemet e mëdha në jetën tuaj, That's in all of your ways. por kjo është në të gjitha udhët e tua. Every road of your life, Dhe çdo udhë e jetës tënde, every relationship, dhe çdo marrëdhënie, every conversation and every decision, dhe çdo diskutim dhe çdo zgjedhje, every morning when we get up, dhe çdo mëngjes kur ne zgjohemi, we should acknowledge him from the first second duhet të konsiderojmë atë që në momentin e parë to the last second before we enter sleep again. deri në momentin e fundit kur të shkojmë në gjumë përsëri. And if we do that, Dhe nëse ne e bëjmë këtë, we gain a reward of direction. ne marrim shpërblimin e drejtimit. Now notice the word direct here in verse 6. Tani shikoni fjalën drejtoj këtu te vargu I 6. It literally means to make smooth. Do të thotë që ta bësh të lëmuar. It means to clear the things out of the road for us. Do të thotë që të pastroj gjërat jashtë rrugës për ne. You see, we have a God this morning that does not just point in a direction he wants us to go. Dhe kemi një Zot që nuk thjesht e çon gishtin atje ku ai do që ne të shkojmë, He goes before us and makes the way for us to get there. por ai shkon përpara nesh dhe pastron rrugën për ne. He wants you to go, Dhe ai do që ju të shkoni në atë rrugë. so he makes the way for you to get there. Kështu që ai e bën atë rrugë për ju. There's many things in this life that God will ask you to do. Dhe ka shumë gjëra në këtë jetë që Zoti ju pyet që ju të bëni. And the question always is, Dhe pyetja gjithmonë është, Lord, how am I going to do that? Zot, si do e bëj unë këtë? Well, the Lord's already gone before you and prepared the way. Por Zoti ka shkuar përpara jush dhe ka përgatitur atë rrugë. He removes what needs to be removed. Dhe ai e heq atë që duhet të hiqet He closes the doors that need to be closed. dhe mbyll dyert që duhet të mbyllen And he opens what needs to be opened. dhe hap ato që duhet të hapen. There's the work of the holy God Edhe puna e Zotit të shenjtë who knows the end from the beginning që di fundin që nga fillimi is the one who guides with perfect wisdom. është ai Zot që na udhëheq me një dituri të pafundme. But you must trust him. Por ti duhet të besosh në atë. That's a choice that you have to make. Dhe kjo është një zgjedhje që duhet ta bëni ju. It might not make sense to us, Dhe mund mos të bëj kuptim për ne, but that's because we're relying on our own understanding. por kjo është për shkak sepse ne mbështetemi te kuptimi jon. It makes sense to him, Dhe bën kuptim për atë, and we have to trust him. por ne duhet t'i besojmë atij. But will we trust him? Por a do ta besojmë në atë? Will we trust the Lord with that big thing that we've been carrying alone? A do ta besojmë Zotin me atë gjën e madhe që kemi mbajtur vetëm? How far have you and I gone carrying that thing on our own? Sa larg kemi shkuar unë e ti duke e mbajtur atë gjën vetëm? Let me answer that for all of us. Dhe let t'ju ja përgjigjen për të tërë ju, We have not gotten far with it. ne nuk kemi shkuar larg me atë. We've carried it for too long. E kemi mbajtur për tepër gjatë. Will we trust him today to carry that thing for us? A do t'i besojmë atij që ta mbaj atë gjë për ne? And trust him with his understanding. Dhe t'i besojmë atij me të kuptuarin e atij. Lastly this morning, Dhe së fundmi, I want you to see the reward of health. do atë shikoni shpërblimin e shëndetit. Verses 7 and 8. Vargjet 7 dhe 8. The Bible says, "Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil, and it shall be health to thy navel and marrow to thy bones." Dhe vështrova mes thjesht mos i urt në sytë e tu, ki frikë Zotin dhe largo nga e keqja. Kjo do të jetë shëndet për kërthizën tënde dhe palës për kockat e tua.
The first phrase here Dhe fraza e parë këtu deals a lot with the last point that we just had. ka të bëjë shumë me pikën e kaluar që kishim, Be not wise in your own eyes. që mos të jesh I urtë në sytë e tua. Let me help you with what that means. Dhe le t'ju ndihmoj me kuptimin e kësaj, Keep your eyes here. mbaj sytë tuaj këtu. Let your wisdom come from here Dhe lere që mençuria juaj të vinë nga ky vend, and not your heart or your ideas. dhe jo nga zemra juaj ose nga idet tuaja. We live in a world today Dhe jetojmë në një botë where too many young people ku shumë njerëz të rinj are saying, let's just follow our heart. po thonë që të ndjekim zemrën tonë. The Bible says that the heart is deceitfully wicked. Dhe Bibla thotë që zemra është mashtruese dhe e ligë. There's a reason we don't follow our heart. Dhe ka një arsye pse ne nuk e ndjekim zemrën tonë. There's a reason we stay with truth. Dhe ka një arsye pse ne qëndrojmë me të vërtetën. And don't be prideful with your own thoughts and understanding. Dhe mos të jeni krenar me mendimin dhe me diturinë tuaj, Because when someone lives in that way, sepse kur dikush jeton në atë mënyrë, they will contradict the will of God in their life 100% of the time. ata do të kontradiktojnë dëshirën e Zotit në jetën e tyre 100% të herëve. Don't be wise in your own eyes. Dhe mos të jeni të urtë në sytë tuaj. I like the phrase that comes after that phrase. Dhe më pëlqen kjo fraza tjetër që vjen më pas, Fear the Lord and depart from evil. ki frikë Zotin dhe largo nga e keqja. Being wise in our own eyes is an evil thing. Të jemi të urtë në sytë tuaj është diçka e ligë. Why? Pse? We just said it. Ne thjesht e thamë tani, Because the Bible says our heart is wicked. sepse ne thamë që zemra jonë është e ligë And we should fear the Lord. dhe duhet të kemi frikë Zotin. It is that holy respect of His holiness and power and His judgment. Dhe është ajo respekti I shenjtë për gjykimin e tij dhe për fuqinë e tij And His authority. dhe për autoritetin e tij. And when that settles down into our souls, Dhe kjo kur ulet me të vërtet në shpirtin ton, the natural response for us will be to depart from evil. përgjigjja jon do të jetë që të largohemi nga e keqja. We cannot fear God and stay close to the things that He hates. Dhe ne nuk mund të kemi frikë Zotin dhe të qëndrojmë afër gjërave që ai urren. That's impossible. Dhe kjo është e pamundur. But there's also one more reward this morning attached to this, Por ka edhe një shpërblim të fundit që është e lidhur me këtë. and it's the reward of health. Dhe është shpërblimi I shëndetit. Of course, we've learned already this morning Sigurisht kemi mësuar këtë mëngjes that the reward for keeping the Lord's word që shpërblimi që ruajmë urdhërimet e Zotit and holding to His wisdom edhe mençurinë e tij is beneficial to our spiritual health and life. është e mirë për jetën tonë shpirtërore dhe për shëndetin shpirtëror. That's obvious. Dhe kjo është e qartë. But it's also beneficial to our physical health. Por gjithashtu na shpërblen edhe me shëndetin fizik. What does that mean? Çfarë do të thotë kjo? Well, people who don't drink alcohol, Njerëzit që nuk pinë alkol, people who don't do drugs and smoke cigarettes and things like that, njerëzit që nuk pinë cigare ose drogë, people who are faithful to their husbands and wives, njerëzit që janë besnik ndaj bashkëshortit të tyre, people who avoid things that are addictive and dangerous. njerëzit që I shmangin gjërat që krijojnë varësi, They live healthier and live longer ata jetojnë më gjatë dhe në mënyrë më të shëndetshme, than those that don't. më shumë se ata që nuk I ndjekin këto gjëra. There's a woman that I used to know Ka një grua që unë e njihja when I was lost. kur isha I humbur. She used to come into the bar that I used to play billiards in. Ajo vinte tek lokali ku unë luaja bilardo I was there every night. dhe isha atje çdo mbrëmje. And she looked like the world, Dhe ajo dukej si bota and she had dirty gray hair. dhe kishte atë flokun e gri dhe të pistë She never smelled good. dhe kur nuk kishte një aromë të mirë She barely had any teeth. dhe dhëmbët I kishin rënë Her voice was really deep. edhe zëri I saj ishte shumë I trash And I'll never forget one day dhe kur nuk do të haroj një ditë that a young boy walked into the bar there. që një djalë I ri erdhi brenda në lokal And he was maybe 8 or 9 years old. dhe ishte ndoshta 8 ose 9 vjeç. And he went out and called that lady his mom. Dhe ai shkoi atje dhe I thëriti asaj gruas dhe I tha mama. And I thought to myself, Dhe unë mendova me veten time, there is no way as old as this woman was,
ka mundësi që sa e moshuar që ishte kjo grua, that she was really the mother of this boy. që ishte mamaja për atë djalë. And there was another man there that I was playing billiards with. Dhe ishte një burr tjetër me të cilin po luaja bilardo And I asked him, dhe e pyeta, hey, how old is that lady there? Do you know her? sa vjeçë është ajo grua atje, a e di që? And he told me that she was only 4 years older than me. Dhe ai më tha që ajo ishte vetëm 4 vjet më e madhe se mua. She was only 24 years old. Ajo ishte 24 vjeç. And I promise you, she looked like she was 50 or 60 years old. Dhe unë ju premtoj që ajo dukej sigurisht e 50 deri në 60 vjeç. Why is that? Pse është kjo? Because her life was full of evil things. Sepse jeta e saj ishte plot ligësi The Bible says that sin causes death. dhe Bibla thotë që mëkati i shkakton vdekje. Every time that there is sin in our lives, Dhe çdo herë që ka mëkat në jetën tonë, something has to die, diçka duhet të vdesë. little by little. Dhe pak nga pak, And she was only 24, dhe ajo ishte vetëm 24, but she had lived a life full of sin, por kishte bërë një jetë plot mëkat, enough to fill 2 or 3 lifetimes. edhe plot që të mbushte 2 ose 3 jetë të tjera. She died before she was 30 years old. Dhe ajo ndëroi jetë përpara se të mbushte 30 vjeç. Now, listen to me closely. Tani më dëgjoni me kujdes. I'm aware that there are good Christian people that suffer from illness. Edhe unë jam në dieni që ka njerëz të mirë të krishterë që vuajnë në sëmundje. I understand that. Dhe unë e kuptoj. This does not guarantee a perfect health for all of your life. Dhe kjo nuk garanton një shëndet të përsosur për tërë jetën tuaj. But when you listen to what God says in your life, Por kur ti dëgjon se çfarë thot Zoti në jetën tuaj, and you stay away from sinful things that are harmful to the body, edhe qëndron larg nga gjërat që janë plot mëkat dhe janë të dëmshme për trupin tuaj and harmful to your spirit, dhe të dëmshme për shpirtin tuaj, you will be healthier and you will stay safer than you would if you didn't. do të jeni më të shëndetshëm dhe më të sigurt nëse nuk i dëgjuat ato urdhërime. You know what I've watched though? Edhe e di se çfarë pash, And many of you can testify to this. edhe shumë prej jush mund të dëshmoni për këtë. I watch believers that get cancer and other illnesses, Pash besimtar që marrin kancer ose sëmundje të tjera, and in the middle of those things, edhe në mes të këtyre gjërave I've watched them have so much grace displayed in their lives kam parë që ata kishin kaq shumë hir që shfaqen në jetën e tyre, that it's convicting to the heart. që është ndërgjegjëse për zemrën. They have the health of the mind, Dhe ata kishin shëndetin e mendjes, which is peace and hope. që është paqe dhe shpresë, Before you ever took your first breath, dhe përpara se të merrni të frymën tuaj të parë, God already arranged for you a source of life. Zoti kishte vënë për ju një burim jetën, You did not choose it. dhe ju nuk e zgjodhët, It was that cord that was connected to you when you were a baby. por ishte ai tubi që ishte lidhur me ju kur ishit një foshnjë, It was your source of life. dhe ishte burimi juaj jetës. Well, in our last verses this morning, Edhe në vargun ton të fundit të këtë mëngjes, the fear of the Lord is that source of life to your soul. frika e Zotit është ajo burim për jetën tuaj shpirtërore. It is the first connection to life. Dhe është lidhja e parë e jetës shpirtërore. His wisdom is that marrow to your bones. Edhe mençuria e tij është ajo palca për kockën tuaj. It's what builds you. Është ajo gjë që ju ndërton ju It's what holds you. dhe ajo gjë që ju mban ju. It's what keeps you from falling when pressure comes. Dhe është ajo gjë që ju mban nga të rënit kur vin trysnia. The fear of God is meant to be a continuous thing in our lives. Dhe frika e Zotit duhet të jetë diçka e vazhdueshme në jetën tonë It is a foundation. dhe është një themelim. And if we choose to fear Him, Dhe nëse zgjedhim që të kemi frikë atë we choose His wisdom, dhe të zgjedhim mençurinë e tij, it will lead us to a healthy life, do të na drejtojë në një jetë të shëndetshme, both physically and spiritually. fizikisht dhe shpirtërisht. Now, the Lord started this text today that we've read Dhe Zoti e filloi këtë shkrim që kishim sot with one simple statement me një fjali shumë të thjeshtë, that is bigger than most of us realize. që është më e madhe se ç'ne mendojmë. He said, "My son, forget not my law." Ai tha, "Bir mos haro udhëzimet e mia." Let's not forget His word this morning, Dhe mos të harojmë fjalën e tij këtë mëngjes, and we will see reward in it. dhe ne do të shikojmë shpërblime brenda saj. Let's keep it in our hearts Dhe le të ta mbajmë në zemrën tonë and let it make our choices for us.
us. Dhe let që ajo të bëj zgjedhjet tona për ne. Let's let it direct every step of our lives. Dhe le ta lëmë atë që të drejtojë çdo hap të jetës sonë. It's the wisest thing that we'll ever do. Dhe është gjëja më e mençur që mund të bëjmë. And if we stop trusting ourselves and start trusting God more, Dhe nëse ne ndalojmë së besuari në veten tonë edhe të fillojmë të besojmë në Zotin më shumë, there will be great reward in it. do të ketë shpërblime të mëdha. So don't just answer God with words this morning. Kështu që mos ju përgjigjni Zotit thjesht me fjalë këtë mëngjes, Answer Him with action. por përgjigjuni edhe me vepër. Do something about it. Bëni diçka Let's pray together this morning. dhe le të lutemi së bashku. I'm